Seriali turk, Një dashuri, në episodin e 138, sjell një nga finalet më dramatike të sezonit. Shumë histori arrin në pika kritike dhe disa ngjarje lihen pezull për sezonin e ardhshëm. Kıvılcım dhe Omer, fundi një dashurie. Një nga ngjarjet më prekse të episodit është kriza mes Kıvılcımit dhe Omerit. Kıvılcım është e bindur se Omer ka hequr dorë plotësisht nga ajo. Ajo ndihet e shkatëruar emocionalisht, por përpiqet të qëndrojë fort për fëmijët dhe nënën e saj. Në të njëjtën kohë, afrimi i Omerit me Hilal e lëndon edhe më shumë dhe krijon përshtypjen se lidhja e tyre ka marrë fund. Kıvılcım përjeton një tronditje të madhe kur shet disa zhvillime që e bëjnë të mendojë se Omer tashmë ka zgjedhur një rrugë tjetër në jetë. Kjo histori mbetet e hapur dhe është një nga misteret kryesore për sezonin e ardhshëm. Fati dhe Bashak, një fillim i ri. Pas shumë problemeve dhe ndarjeve, Fati dhe Bashak vendosin të fillojnë një jetë e re së bashku. Ata kërkojnë shtëpi të re dhe gjejnë një vend që u pëlqen. Të dy janë të vendosur të largohen nga tensionet familjare dhe të ndërtojnë një të ardhme të qetë. Megjithatë, ky vendim nuk pritet mirë nga të gjithë. Brenda familjes Unal vazhdojnë konfliktet dhe reagimet e forta ndaj zgjedhjeve të tyre. Pavarësisht kësaj, Fati dhe Bashak duken më të vendosur se kur. Lufta mes Elif dhe Nilai. Një nga skenat më kaotike të episodit zhvillohet gjatë darkës së Lam Tumirës, të organizuar nga Salkim përpara largimit të Nursemas dhe Ilhamit. Në këtë darkë marrin pjesë pothuajse të gjithë personazhet. Aty shpërthen një konflikt i ashpër mes Elif dhe Nilai. Fillimisht debati duket i zakonshëm, por shpejt kthehet në një përplasje që përfshin pothuajse të gjithë të pranishmit. Sekrete të fshehura dalin në dritë, akuza të rënda hidhen mes personazheve dhe atmosfera bëhet jashtëzakonisht e tensionuar. Në të njëjtën kohë, Elif përballet edhe me Bugra. Takimi i tyre përfundon në një debat të fortë, ku Bugra e kërcënon dhe përpiqet ta largojë nga jeta e tij. Kjo e zemëron Elifin dhe konfliktet e saj bëhen edhe më të mëdha. Abdullah zbulon të vërteta të rëndësishme. Një zarf që mbërrin për Elifin bie në duart e Abdullah. Pasi ai e merr, ai fillon të hetojë dhe përpiqet të mësojë të vërtetën e plot pas disa ngjarjeve të dyshimta. Ky zhvillim mund të ketë pasoja të mëdha për shumë personazhe dhe krijon një linjë të re dramatike për sezonin e ardhshëm. Një tjetër histori prekse është ajo e Çimen. Problemet e saj në shkollë arrin kulmin dhe lajmi për përjashtimin e saj e trondit familjen. Kıvılcım përpiqet të mbështesë vajzën e saj, ndërsa përballet edhe me personat që kanë kontribuar në këtë situatë. Nursema dhe Ilhami. Historia më dramatike e episodit lidhet me Nurseman dhe Ilhamin. Për shkak të transferimit të Ilhamit në Kastamonu, çifti përgatitet të largohet. Para nisjes organizohet një darkë lamtumire. Gjatë udhëtimit ndodh një zhvillim shokues. Nursema i thot Ilhamit se dëshiron të ndahet. Ilham tronditet aq shumë sa që humbet përqendrimin gjatë drejtimit të makinës. Në të njëjtin kohë, Asil është duke ndjekur për të shprehur ndjenjat e tij Nursemas. Situata përfundon në një aksident të rënd rrugor që përfshin disa automjete. Episodi mbyllet pikërisht me këtë moment dramatik, pa treguar qartë se kush mbijeton dhe kush jo. Por pyetjet janë të shumta, se si do të vazhdojë ky serial. A do të rikthehen bashkë Kıvılcım dhe Omer? Ka gjasa që po. Gjatë sezonit të 4 ata kanë kaluar shumë ndarje, keqkuptime dhe kriza, por lidhja e tyre ka mbetur gjithmonë në qendër të serialit, edhe pse në episodin e 138 duken larg njëri tjetrit. Skenaristët zakonisht i afrojnë sërish pas periudhave të gjata konfliktesh. Çfarë sekretesh do të zbulojë Abdullah? Zarfi që lidhet me Elifin dhe dokumentet që ai ka në dorë pritet të zbulojnë të vërteta për marrëdhëniet e Elifit, çështjet ligjore ose financiare që ajo i ka fshehur familjes, dhe ndoshta lidhje që mund të prekin edhe Salkimin ose persona të tjerë pranë familjes. Megjithatë, seriali ende nuk ka treguar saktësisht për mbajtjen e plotë të dokumenteve. Çfarë pasojash do të ketë përplasja Elif Nilai? Konflikti i tyre tashmë ka ndarë familjen në dy kampe. Pasojat më të mundshme janë humbja e besimit ndaj Elifit,
probleme të reja me salkimit dhe familjes unal, zbulimi i sekreteve që Elif ka fshehur për një kohë të gjatë. Kjo histori pritet të jetë një nga temat kryesore të sezonit të ardhshëm. A do të vazhdojnë Fati dhe Bashak jetën e tyre të re? Po, në fund të sezonit ata duken më të bashkuar se më parë, pas shumë konflikteve, rrëmbimeve, ndarjeve dhe problemeve familjare, marrëdhënia e tyre është stabilizuar ndjeshëm. Duke qenë se bëhet fjalë për serialin Një dashuri, zakonisht asnjë çift nuk qëndron gjatë pa drama të reja. Kush mbjeton pas aksidentit të madh ku përfshihen Nursema dhe Ilhami? Kjo është pyetja më e madhe finales. Në episodin e 138, aksidenti ndodh pikërisht në minutat e fundit dhe shikuesve nuk u tregohet qartë fati i Nursemas dhe Ilhamit, ndoshta dhe personazheve të tjerë. Prandaj deri në fund të episodit të 138 nuk konfirmohet vdekja apo mbijetesa e askujt. Tani do të jap edhe shpjegimin tim se çfarë mendoj unë për aksidentin e Nursema dhe Ilhami. Nuk besoj se do të vdes Nursema, ajo është një nga personazhet qendrore të serialit. Mendoj se Ilhami është në rrezik më të madh, sepse aksidenti ndodh menjëherë pasi Nursema i thotë se dëshiron të ndahet prej tij. Kjo do të krijonte një dramë shumë të fortë emocionale për sezonin e ri. Gjithashtu do të habitesha nëse Asil plagoset rënd duke u përpjekur të arrijë Nurseman. Ai është personazhi që duket se po përgatitet si dashuria e ardhshme e saj. Dhe mendoj se seriali Një dashuri është një serial shumë i mirë, por në vitet e fundit skenaristët po e zgjasin pak më shumë se ç'duhet. Në fillim më pëlqente sepse kishte histori që dukeshin reale, konfliktet mes familjeve, problemet në martesa, marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve, të gjitha dukeshin si gjëra që mund të ndodhnin në jetën e përditshme. Por tani kam përshtypjen se pothuajse në çdo episod duhet të ketë patjetër një sekret të madh, një tradhti, një zënkë të fortë ose një aksident. Ndonjëherë duket sikur personazhet nuk lejohen të jenë të lumtur as për 2 javë, sapo një problem zgjidhet, menjëherë del një tjetër. Për shembull, për mua historia e Këvëllçemit dhe Omerit është ndër më të bukurat e serialit. Por edhe ata janë ndarë e bashkuar aq shumë herë sa ndonjëherë mendon. Mirë, vendosni një herë çfarë doni të bëni. Për Nurseman, sinqerisht mendoj se skenaristët e kanë lodhur pak personazhin. Ajo ka vuajtur shumë, ka kaluar shumë drama, dhe sa herë duket se do të gjejë qetësi, fillon një histori e re. Sa për aksidentin, mendoj se do të ketë të plagosur, lot drama në spital, por shumica e personazheve kryesor do të mbijetojnë. Është një serial që të bën të presësh episodin tjetër me padurim, por po ta mendosh me qetësi, gjysma e problemeve do të zgjidheshin nëse personazhet do të flisnin hapur me njëri tjetrin për 10 minuta. Dhe një mendim tjetër, personazhi që më duket më i fortë në gjithë serialin është Këvëllçem, edhe kur gabon, zakonisht sillet si një person real, ndërsa disa personazhe të tjerë ndryshojnë karakter sipas nevojës së skenaristit. Nëse do të isha skenariste, do të doja më pak aksidente dhe më shumë histori reale mes personazheve, sepse aty seriali shkëlqen më shumë. Ky ishte edhe mendimi im për ngjarjet dhe skenarin e serialit Një dashuri. Tani dua të di mendimin tuaj. A mendoni njësoj si unë, apo keni një kënd vështrim tjetër? Çfarë mendoni se do të ndodhë me Këvëllçemin dhe Omerin, Nursema dhe personazhet e tjerë në sezonin e ardhshëm? Na shkruani mendime dhe teoritë tuaja në komente. Dhe nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni të na pëlqeni, të na shpërndani dhe të abonoheni për më shumë përmbajtje. Shihemi në videon e radhës.